Keni dhimbje fyti, kjo recetë do ju shëroj brenda ditës. Zakonisht gjatë vjeshtës dhe dimrit na skuqet dhe na dhëm fyti dhe në vend që të marrësh medikamente, ne ju sugjerojmë këtë recetë natyrale ku do t'ju nevojiten 2 rriska limon, 2 rriska xhenxhefil dhe mjalt. Vendoseni në një qyp dhe futeni në frigorifer ku kjo përzierje do të shndërrohet në pelte. Merrni një lugë ushqimi me këtë pelte, vendosni në një gotë të madhe dhe hidhi ujë të vluar. Kështu çaji bëhet gati për lehtësimin e fytit të skuqur. Mund ta mbani këtë përzierje në frigorifer për 2 deri në 3 muaj dhe ta përdorni sa herë që dikujt i duhet. Urojmë që të mos t'i duhet askujt, por ky ilaç është vërtet efektiv dhe i thjeshtë për një fyt të skuqur dhe plot me dhimbje. Nuk ju mbetet gjë tjetër veç se ta provoni dhe do të befasoheni nga rezultatet që do të keni, si edhe do të shëroheni brenda ditës.